ky ligj është miratu shumë, jo ky, po ligji para prak, se ne kemi pas një ligj për sigurim shëndetësor që kur nuk o zbatu, kur nuk o jetësu. Faktikisht ai fillon mu jetësu me marrë fillimin e kontributeve prime, që do me thonë që duhet me dhënë punëdhënësi dhe punëmarrësi, dhe të fillon fondi mu grumbullu. Dhe gradualisht të mbush fondi, të ushtuhet buxheti ka me shku konform sa rritet fondi publik. E të para o të parandalojmë. Ta parandalojmë kancerin e qafës mitës, një prej kancerve po ashtu mjaft nëse zbulohet faza të vonshme, se unë nuk dëshiroj kur si mjeke me përçu mesazh vdekje. Fjallën vdekje unë nuk e du, sepse ne sot e shohim që edhe kanceri edhe i gjirit, po edhe tjera kanë kalu një formë si smundje kronike, të cilat po trajtohen fatmirësisht mirë dhe po zbulohen fatmirësisht në faza më atërshme. Nuk jam pishman që u kyqa edhe në politikë, se nga politika vërtet arrita me kontribu edhe shumë më shumë për sektorin e shëndetësisë.